Këta dy të akuzumë këtu kanë qenë non-stop për cilje vllaut tim atë familjes teme. A qëndroni prapa këtyre deklarimeve dhe a mund t'i tregoni gjykatës çka dini lidhur me vrasjen e vllaut tuaj Triumf Riza dhe lidhmërinë e dy të personave prezent të pandehur, Ilir Abdullahu dhe Rahim Abdullahu. Këta dy të akuzumë këtu kanë qenë non-stop për cilje vllaut tim atë familjes teme. Prej mas rastit sfiskazino, do thotë, jemi konë non-stop për këte dy persona. Edhe këta dy janë, do thotë, të kyqëm paqë sa edhe ai tjetri që ka ikë. Se janë grupë. A i tregoni gjykatës kush është ai tjetri me emaj? Enver Sekiraqa. Unë kam qenë edhe me vllaun shumicën e kohës. Ta kanë qenë për ciljet neve do të thotë non-stop. Zbashku me Enverin, edhe persona tjerë të grupit të mbe. Edhe vetë kam qenë, do të thotë, prezent ku në kam përcjell, shumë herë, jo veç një herë. Në kam përcjell me makina të ndryshme, me skutera, motora, do të thotë, përcjell në këna pas ditore non-stop. Pavarësisht se ku kena bo lëvizje. Po në kam përcjell faktikisht me kerre, gjë që vrejën, se Prishtina ka njerë shumë e ngarkume edhe shihen fytyra, do të thotë se kush është në përcjell, kush nuk është në përcjell. Edhe i kena vrej, do thotë, edhe i kena pa. Mas një 10 minutave se din është as po dit, është 10 minuta. Kur ka thënë, u kthye Kupës e di që u taku me kronikën e tij. Po. Për triumfin jam të fërë. Edhe i fundit kam qenë, do thotë, një 10 minuta me siguri para se më vra që ku më bisedu me ta. Të mas 10 minutave faktikisht më ka thirë, mos gabofsha ka qenë ose kojshi, ose dhe kojshi, po, që më ka thirë edhe më ka thonë e kam plagu Triumfin. Unë e prej atyshit e kom marrë një taksi edhe kom shku direkt në QKUK, do thotë. Kur kom rri aty, e faktikisht veç kish pas në rrujet, ndërko ka pas ardhë një femna këti zotnis atina aty, e ka ndërgu këta me ditë. Mbjenin e di që e ka tash nuk e di faktikisht, e janë një s'po më takohat. Ajo ka ardhë aty me konstatu se këta e ka ndërgu me konstatu, e ka kry punën mira jo. A mundeni t'i rikthejeni edhe njerë atë që dhe thatë që aty në moment kur keni shku në emergjencë e keni parë edhe një person, këtë personin femën. A keni biseduar me te edhe cili ka qenë reagimi juj? Reagimi jem ka qenë, do të thotë, në atë moment shumë i keq. Edhe fati që kanë qenë, do të thotë, fati që kanë qenë ata, do të thotë, policia aty, se me të vërtet se di që kësha po edhe për kundrazi që ka qenë femën, se ku ditë sakt që ka ndërgu këta për me marë, do thotë, me ditë sakt se që ka bo, që ka vdek Triumfja jo. Në njërë konkrete, prej banesa, kur kemi dalë, gjdo herë, do thotë. Faktikisht gjdo herë në kam përcjell. Si u kam përcjell? Me kerre, edhe me motorë, do më thonë, kanë qenë me skutera, motorë, që është të që e dhjë. Edhe vlam, ka thonë qërë ku i ki, do thotë, për ma pa është, janë të në përcjell edhe anash, edhe kështu, do thotë. Edhe vlam, ka me emër, me niknejma, i këta, që kjo është rrumë që... Dhe i ka përmen me nuk. Po, me nuk, ka. Edhe i tjetëri është Liza. Kjo është rrumë që, dhe a i tjetëri është Liza. Po. E tjetëra ka përmen të me që rrumë. Po, faktikisht aty u kanë edhe ma, janë grupit të Enverit, më thonë Enveri është aty e kretë. Arben Berisha, a e një? Tash e një. Faktikisht tash normal që e një. Para se me ndodhë rasti, nuk e kom njoftë.
Para se me ndodhë rasti nuk e kum jo. Jo. Ka pas ndonjëherë triumfiza ndëri çështja me Albin Berishën. Kur? Fitim Avdiju, a ke di ndonjëherë? Për emrin Fitim Avdiju? Fitim Avdiu, pasha Zotin nuk më bjen men.